Në institucione akademike këto ceremoni janë më të thjeshta, por janë më të dobishme për vetë rëndësinë që marrin se për ku janë nisur, për ku duhet të shkojnë, do të thotë gjithë këto gjëra të mira dhe interesante që bëhen për këtë fakultet, aq më tepër që si vjet ka dhe një përjetor goxha interesant, 65 vjetor. Shumë faleminderit për këtë finalizim të kësaj marrëveshje. Zoti dekan, ju jam mirënjohës për gjithë bashkëpunimin që na jepni në çdo hap që ne kemi nisur së bashku në fund të fundit, më shumë se sa mund të komunikohet në botën akademike mes studentëve, mes profesorëve, mes njerëzve të dijes, komunikimet e tjera janë dhe do të jenë shumë të fuqishme në mes Shqipërisë dhe Kosovës, sikurse arsimi ka pasur në lidhjet e veta të hershme edhe do vazhdoj që të jetë në këto cilësira. Dhuratë më e mirë se libri nuk mund të ketë një fakultet, edhe për studentë edhe për staf edhe për gjithë ne, kështu që ne jemi shumë mirënjohës. Se njerë shumë faleminderit. Nderuar zoti dekan, nderuar zoti ambasador, për ne si Qendër Kombëtare e Librit dhe Leximit është shumë e rëndësishme që të jemi sot këtu në Prishtinë edhe të bëjmë këtë dhuratë simbolik librash, dhe të nënshkruajmë një marrëveshje e cila është vetëm fillimi një sër kooperimesh të rëndësishme që ne duam të kemi me këtë fakultet. Është shumë e rëndësishme që dy vendet tona të bashkëpunojnë në fushën e librit, në fushën e kulturës. Ky është i fakulteti i cili ka lidhje me mendimin. Shoqëritë tona si në Shqipëri edhe këtu në Kosovë kanë kaq shumë nevojë për mendimin, kështu që çdo nismë e cila ka pikërisht në thelbin e saj mendimin, ndërgjegjësimin dhe pranin sa më shumë në diskursin publik të intelektualëve, të zërit të kulturës dhe të librit, është besoj e bukur dhe e nevojshme. Uroj që të ketë sa më shumë lexues për këto libra edhe pasurohet më shumë kjo bibliotekë. Faleminderit. Okej, dashur dekan, zonja Alda, sinqerisht ne në fakt kemi mirëpritur këtë ide e cila ka filluar këtu në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës dhe më pas duke koordinuar punët tona të përbashkëta është bërë komunikimi dhe me instancat përkatëse në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme në Tiranë, ku më pas është komunikuar dhe me institucionet përgjegjëse siç jeni dhe juve dhe kemi gjetur mbështetjen për këtë ditë interesante. Kështu në dukje këto janë pak, por është një hap i hedhur i cili meriton vëmendje, meriton dashuri, meriton respekt. Kështu që jam mirënjohës gjithë atyre që e ndoqën rrugtimin e këtij projekti fillestar, dekanit, fakultetit këtu, juve personalisht për gjithë këmbguljen tuaj që erdhët pikërisht edhe në këtë moment, apo edhe për kujdesin e për zgjedhjes që keni bërë në fund fundit për këto libra, të cilët bëhen pjesë edhe atyre programeve të studimit, janë në ndihmë të programeve të studimit që edukohen në Fakultetin Filozofik këtu në Universitetin e Prishtinës. Kështu që shpreh mirënjohjen time, shpreh respektin tim dhe ju siguroj që Ambasada e Republikës Shqipërisë në bashkëpunimin vëllazëror të ngushtë me Republikën e Kosovës, ne do të jemi në hapat e dur, ne do të jemi në ritmin e dur, ne do të mbështesim çdo projekt që çon më tej këtë vëllazëri, këtë unitet ton të përbashkët, sidomos në fushën e dijes, në fushën e artit, të arsimit dhe të kulturës. Ju falenderoj të gjithëve, studentët, falenderoj dhe mediat, të cilat në fund të fundit kanë një mision tepër fisnik, tepër të rëndësishëm në mirë administrimin e gjithë këtij bashkëpunimi që ne kemi mes njëri tjetrit për të shkuar ky komunikim dhe ky bashkëpunim tek njerëzit e thjeshtë, tek kolegët tanë, tek çdo njeri që është interesuar të di, për t'ju siguruar që hapat do të jenë edhe më të fuqishëm. Shumë faleminderit. Me shpolitu deklarimit disa pyetje pak më specifike. Kjo marrëveshje çfarë përmban specifikisht, si ka me vazhdu tutjet, cili është plani dhe sa tituj janë aktualisht këtu. Këtë përgjigje ja u kthejnë këta dy. Kushdo që është
Marrëveshja ka të bëjë në bashkëpunimet përbashkëta, sidomos në fushën e librit, në botime të cilat i shërbejnë jo vetëm universitetit, po i shërbejnë edhe kulturës shqiptare në tërësi. Ky është i fakulteti i cili ka lidhje me mendimin, ka lidhje me kërkimin shkencor, dhe çdo botim i kësaj natyre mendoj që është një botim i rëndësishëm, i cili do të gjejë mbështetje nga pala shqiptare, le të themi, megjithëse ne jemi e njëjta palë. Unë dua të them që këto libra janë një dhuratë simbolike, por në përzgjedhjen e tyre ne u përpoqëm që të zgjidhnim libra të cilat ishin pjesë e skenës letërsisë të mendimit bashkëkohor shqiptar. Është shumë e rëndësishme që studentët e filozofisë, studentët e këtij fakulteti të njihen me autorët që shkruajnë sot, me autorët që shkruajnë sot letërsi, me autorët që shkruajnë sot mendim në hapësirën tjetër, le të themi, të Shqipërisë. Kështu që dhe prandaj dhe përzgjedhja jonë ishte me kast e tillë për të sjellë librat që na bëjnë të njohim më mirë evolimin e njëri tjetrit, sidomos në këto 2 dekadat e fundit. Natyrisht vlera e këtyre librave nuk qëndron vetëm për mbajtjen e tyre, që me siguri se është shumë e madhe, por e ka edhe një simbolik të vetën, e ka simbolikën e këmbimit ndërkulturor. Dikur për fat të keq librat ishin materiali më i ndaluar andej dhe këndej kufirit, dhe me këtë akt simbolik ne po i thejmë ato barierat e dikurshme, po afrohemi dhe po i afrojmë idet, po komunikojmë, dhe është padyshim një fillim i mbar i cili do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Faleminderit, falenderojmë të gjithë ata organizatorët, ambasadën, të gjithë ata që kontribuan në këtë akt simbolik, por me domethënie shumë të madhe.